Po në fakt, kjo çështja e Zajednicës është bërë një obsesion në Kosovë dhe faktikisht, siç e quhen kryeministri Zajednica, është bërë dhe problematike për t'i besuar, cilit albin apo cilit kurd për t'i besuar. Njëherë thot ne nuk kështu erdhi, tha ne nuk bisedojmë kurrë me Serbinë dhe shkoi e bisedoi. Ne tha nuk e bëjmë asociacionin, pastaj kur erdhi pas atij takimit famshëm, i keni pa ato videot kur thot a ka asociacion në një televizion në kur e pyet gazetari thot po ka asociacion, pra tani thot nuk është bërë. Problematika është një marrëveshje dhe këtë s'mund ta mohoj pavarësisht se edhe mund ta thot sepse ai e dim se nivelin e përgjegjësisë ai në çfarë nivelit e ka zoti Kurti, prandaj është problem për t'i besuar dhe deklarata e sotme pra ishte në vazhdën e kampanjes elektorale sepse ai po përgatitet për zgjedhje dhe sigurisht se në qoftë se dikush e hanë pse jo, bre, le ta thotë, apo jo, asë drejtë. Po dihet ako s'ka, është një marrëveshje cilën e ka bë vetë ky me Aleksandar Vučićin, pastaj e ka edhe një aneks tjetër, marrëveshja e famshme e tij e Brukselit, dhe pastaj edhe aneksi i Ohrit, pra ai asociacion tash ako s'ka tregon vetë fakti, vetë Kurtin, e kthejmë ato video, tash mund ta gjejmë qoftë se dikush në regjia mund ta gjej shumë lehtë dhe thotë, po ka asociacion, pra tash thotë nuk ka për 5 vjet. Pra është një farë loje ping-pongu që ai bën për opinionin dhe këto dreblimet e tij dorën zemër, as kosta intelektuale, as faktori ndërkombëtar, nuk është se e merr seriozisht. Pra është për konsum të brendshëm të politik që thash edhe më herët përgatitet për zgjedhjet që sipas gjitha gjasave do t'i